Në protestën e 4 kombëtare të Partisë Demokratike nuk munguan tensionet, trazirat dhe përplasjet mes protestuesve dhe forcave policore. Të dashur qytetare dhe qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Protesta e opozitës zgjati më shumë se 4 orë. Ajo nisi si gjithmonë para kryeministrisë, ku kryedemokrati Sali Berisha mbajti fjalimin para mbështetësve. Sapo mbaroi fjala e kreut të opozitës, filloi edhe hedhja e molotove dhe fishek zjarreve drejt kryeministrisë, të cilave policia u përgjigj me ujë nga autobotët policor. Vetëm pas pak minutash protestuesit të udhëhequr nga Sali Berisha nisën marshimin e tyre drejt kuvendit, i cili ishte gjithashtu i rrethuar nga forcat policore. Protestuesit filluan sërish të hedhin molotov drejt efektivëve, kur mori flakë dhe autoboti që i the ujë për të shpërndar protestuesit. Sipas burimeve policore, protesta u shoqërua edhe në arrestime. Sipas policisë, 46 persona janë arrestuar nga policia për aktet e dhunshme të kryera gjatë ditës së kaluar.